Kaq? Po qa, për e kaq nga tjera? O, qa, po të ka. Miq të dashur, mirë se vini në Bluecast, një podcast ku sot kemi një të ftuar të veçantë. Sot kam nderin, privilegjin dhe kënaqësinë e jashtëzakonshme të kemi një ikonë të këngës shqiptare. Një artist që ka ruajtur me dinjitet dhe dashuri traditën e këngës popullore. Një zë që ka ngjallur emocionin në dekada. Nderi kombit Zoti Bujar Xhamili. Të falenderoj shumë që jeni sot me ne. Unë të falenderoj jo vetëm në emrin tim, por në emër të gjithë artistëve shkodran për këtë nisëm alba kaq të bukur që ke bën, edhe do të jetë një privilegj i madh për të gjithë ata që vinë këtu dhe tregojnë ngjarjet e tyre, qoftë në jetë, qoftë në kulturë, por unë të falenderoj sepse mund të jeni mase një nga televizionet e para në Shkodër, ose më thani i pari, që po bani një emision kaq të bukur dhe kjo merit të shkon ty personalisht. Bravo qoftë. Bravo qoftë. Në një karrierë kaq të larmishme, në 50 vite karrierë, cila ka qenë mbështetja juaj më e madhe? Të them të drejtën, janë shumë vite karrierë. Unë kam fillu që në vitet 77, 78, për herë të parë kam fillu në shkollë, si gjithë tjeret. Më vonë kam fillu në fabrikën Duan Cigare, atje ku për herë të parë me morin punë i ndjeri Gëzim Këruja, edhe kisha mbështetje, faktikisht aje shumë, dhe sidomos, duhet ta përmend, sidomos nga drejtoresha asaj nërmarrje, se që ishte Bukuria Cungu, e cila më dha karak shumë. Në të gjitha aktivitetet e nërmarrjes, unë merrja pjesë, dhe dikur atëherë në atë kohë ka qenë që u bashin festivalet e estradave, të nërmarrjeve, edhe për t'i dëgju këto amator, që delqin në skenë, vinin muzikanta të njohur të estradës profesioniste të Shkodrës, për me pa cili mund t'jetë i devotshëm për me marrë pjesë në estradën profesioniste. Faktikisht unë mas nërmarrjes shkova direkt në Shtëpinë e Kulturës, që është qytet atëherë, Shtëpia e Kulturës, aty bona gati 3 premiera, me to dhe kishte sukses, me të vërtetë sukses jashtëzakonisht i madh. Nga një moment, në vitet 90-91, Shtëpia e Kulturës, e quajtur në atë kohë Rozafa, në ndërtimin e muzikantit dhe kompozitorit tepër të njohur, shumë respekte për profesorin Zef Çoba, në ndërtimin e tij, ansambli Rozafa niset për të dhënë koncerte në 25 kantone të Zvicrës. Ishte hera parë që ne delshim jashtë shtetit, dhe hera parë që delshim në një koncert kaq të madh. Çdo gjë shkoi bukur, çdo gjë me sukses. U kthyem, pastaj fillova në estradën profesioniste të Shkodrës. Në estradën profesioniste të Shkodrës, aty kam pas disa drejtues orkestrës si Gani Tahirin, Mark Haftallin, Kolec Gajtanin, Fatbar Lugen, të gjithë këto. Pastaj, kur unë kisha arrit, bajegi mirë veten, në estradën profesioniste, në Zmilishin kam pas, në estradën profesioniste erdhi një djalosh i ri, një muzikant që e ka ndërru veten familjen në Shkodrën, një fizharmonicist i përkrym në më të mirë në Shqipëni, një orkestrues i mirë, një drejtues i mirë, se që ishte Luan Borova. Me Luanin punum gati një kohë tepër të gjatë, qoftë unë në gëzimet familjare, në për dasma shkodrane, edhe qoftë edhe në estradën profesioniste. Pastaj në gjatë kohës që isha në estradën profesioniste, me mori ansambli i shtetit. Po pas të mërë ansambli i shtetit, mund në një mosh shumë të re, që zbesoj që do të këtë shku artist në moshën më të re, se sa kam shku unë, në moshë të re shkova në radio televizionin shqiptar në festivalin e 19 të këngës në radio televizion. Se imagjino, tash unë aty isha pëtush një fëmijë
Se 14-15 vjeç, ma i ri s'ka mo. Mirë po pata një përkraje kështu të mall aty, tash sot më ka thënë që unë të rrefejmë para të jetë me sinceritet. Aty pata një përkraje jashtëzakonisht të madhe, një përkraje që nuk do të harroj kurrë dhe nëpërmjet televizionit tuaj, valëve të televizionit tuaj që shifen kudo, dua ta falenderoj mikun tim tepër të mirë, Bashkim Alibali. Bashkim Alibali ishte në kohën e tij më të mirë, ku Tirana që Shqipëria mbaron të mas tij. Unë e kisha favorin se e kisha Shkodran, edhe më donte fort. Edhe gjithmonë nuk e fillonte provën në radio televizionin shqiptar në orkestrën e madhe, pa u fut unë. Thotë mbarojnë bujari, thotë më ne, thotë baj unë. Se kishte hallë se unë nga që ishe i ri, kështu e atë leshin mazdoret, e bashin në fund kangën dhe se bashin hisha. Nësi mënyrë e s'pranot e gjana tila, gjithmonë nga mdalën i pari. Pastaj bana 2 koncerte recitale në Shkodër. Në një e bana me Nazmi Lishin, e tjetën e bana me Luan Borove në stradën profesioniste. Pastaj kalova me 2 koncerte recitale me ansambl shtetënor, të kangëve të vallëve. Në ansambl shtetënor, atje një koncert e bame me Merita Halilin, në Pallat Sportit, nësa recitalin tjetër e kam ba me Elifaren. Edhe kështu pastaj ka vazhdu karriera jem artistike, kam marrë pjesë në një event jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili më ka dhënë shumë këra, siç ishte koncerti me këngë popullore, me interpretues të rinj të këngës popullore në radio televizionin shqiptar. Aty unë kam marrë një hop jashtëzakonisht madh, të bukur. Vazhdojshë prapë në stradë, pastaj filloi karriera duke u zhvilluar me koncerte jashtë shtetit, koncerte recitale, 4 koncerte recitale në Pallat Kongreseve. 4 koncerte recitale në Pallat Kongreseve. Edhe kështu më s'kam pushu gjithë karrierës time. Dhe akoma vazhdoni. Edhe akoma se thotë vetë, edhe akoma vazhdojmë që të jemi në atë kënaqësinë e të gjithë popullit, i cili na don sinqerisht, na respekton shumë. A keni menduar ndonjëherë të hiqni dorë nga muzika? Tashti, a me hek dorë, a me mlan muzika mu, apo me elan unë? Alba, atë është problemi. Ka disa njerëz që vazhdojnë me pyet, ç'a bën me Allah, a bën me na tiftu më, si ja kjo punë më? A këtë men me lëshu, a këtë men me jalan tjere, unë nuk kam marrë absolutisht asë gja me tapi, gjithë se cili ka rrugën e hapun, gjithë se cili, por. Unë do t'jepsha një vrajtje për një sugjerim, ma mirë, për gjithë të këngëtarë të rinjë që dalin, sidomos nga Shkodra. Në qofse do bëj emër, në qofse do të banë këngëtarë Shkodran, duhet ta nisin rrugtimin e tyre nga kënga popullore qytetare shkodrane, ashtu siç e kam nisur, siç kam nizuar tani në jetën time, Big Noën, Shqyqëlia Lushin, se unë kam punu shumë me ta. I kam pas në stratë të dy, e Bashkim Alibalin, kush ka qenë tjetër Violeta Zefi, Barti Obani, që janë me fjalë të kohës teme, edhe unë kam nizuar shumë Leila Hoxhën, kam nizuar File Gjiloshin, kam nizuar repertorin Gjevdet Tafizin, të repertorin e gjithë të këngëtarëve të mirë Shkodran. Edhe që kam marrë nga ata? Kam marrë nga ata e që është marrë kryesorja. Që këngën Shkodrane duhet të këndosh pastër. Duhet të këndosh ashtu si që është vetë këngën Shkodrane. Mos atë formosh, mos të japësh në ngjyra orientale, por që ta zhvillosh, ai zoti që ta zhvillosh më tepër. Do me thënë, po gjithmonë pa ik originalitetit. Se ne kena një gjuhë kanë, për shembull si janë ky Marak, Pranvera filloi me ardhë, të në rrethër e Shkodrës e Amsiell, Kaçorela, ato se në kanë tjetër, kështu që i kanë nuk këngëtar tjerë, por se është gjuna. Është gjuna sepse nuk janë kompozuar në atë lloj mënyrët. Ne kena për shembull kena Xhamadanin, cilët po tushti Traçareku i Shkodrës nuk e din se kush e ka pasi këngë. Aja është i këngë Shkodran, ka pa një kompozitor Shkodran, një qytetar Shkodran, si që është Zefçova, me tekst të profesorit në Rum, respektet Alfred Çapalikut. Xhamadani, po Xhamadani e kanë kënu 150 këngëtar. E kanë kënu në mënyrat kretë të ndryshme. E duke i originalitetit. Këtë e solli koha, nuk e që më i ba. Prandaj, kjo sugjerimi janë për këngëtar të ri që ta nisin këngën popullore nga Shkodra. Sepse Tano Banushi, në kohën e tij thotë një fjalë bukur popullore.
I thoshin, ta në përshkoj me japim koncert në Durrës, ose në Tiranë. O, sa mirë, thote, pa mirë. A thu kanë me nga prit mirë. A kemi thonë Shkodër, thote herë. Thamë si, jepe në Shkodër, Shkodër ta aprovon. Pa diskutim. Cili ka qenë idhulli juaj? Të thashë dhe pa që unë kam në gjurë shumë, kam në gjurë Bikon, e kam në gjurë jashtëzakonisht shumë, pa mbërësit se ka qenë gjithmonë e vështirë për me marrë këngët e Bikut dhe me ignohu, se kam kënë disa jare profesioniste, që ka ditë vetëm ai për me ignohu. Shqyqin, Shqyra Lushin, i cili ka qenë një këngëtar i të gjitha shtresave, një këngëtar tepër popullor, një këngëtar që nuk ka kënu vetëm në skenë, po ka kënu në gëzime familjare, Shkodra ka da shumë, pa diskutim. Kam në Gjodet Hafizin, me Baram Smahin, Naile Hoxhen, shumë këngëtar mirë. Çfarë kujtoni me më shumë madh nga karriera juaj? Në qoftë se doni të drejten dhe pa asnjë lloj hezitimit, kam qenë makinë, duke ecë, kur nga razilja e telefonit, me dolin telefonje za femrat ishte, por një numër i panjohur. Hapa telefonit, alo, më tha zoti Bujar Shamili, po i thash, ju flasë nga presidenca. Po i thash. Presidenti Republikës, zoti Meta, sa ju aprovoj titullin më të lartë, firmosit a dekretin për titullin më të lartë ndër i kompit. Të më drejten, para ena, kam nërë makinen, edhe më kanë shku sytë lot, për gëzimit. Lot, lot, për gëzimit. Pse? Sepse, është një titull që zakonisht, në presidencë i jepet kur njerëzit kanë vdek, ose kur njerëzit kanë kalu mi 75 vjeç. Unë atë e mora në një mosh shumë bukur, në një mosh që me pas qef për me e gëzu. Ai ka qenë emocioni më i madh i jetës time. Më i madh. Kam pas suksese kështu në publike, më në për gëzime familjare, në për pallate sportit, në për gjithë kanë për televizione, suksese gjithmonë për zotin i kam pas, një mas një. Por, ai ka qenë që i ka vu kapak. Kujt ja tregove të parit këtë lajm? Parin lajm ka marrë gruan. Normal. Familja ka marrë djalin. E kam thënë kështu ato zonë jashtë maset. Gruaja bitë se besote, thote mos ka dashur se apo tallën njerëzit. Thote mos ka dashur kush me qesh me ty, më Bujar thote po jo më thosh si me qesh dash, po sash më qesh ky mohabet. Po sa ta vë qeshin të tash ta çasnoll. I thash, s'ma marrë mena, ma i thash, me gjatë e thash, gjithë që për vaki. Po ta më kanë thënë tash, mrenda 10 ditëve, duhet i marrësh 10 vjet, 15 vjet me veti, e do të ish presidencë. O, me inshallah, ta vesh. Edhe, fakt në tamam, një shkumin presidencë, edhe mora dekorimin. Po në një moment që ka qenë shumë i vështirë në karrierë? Unë faktikisht në karrierën teme artistike e Alban nuk kam pas problemet e tilla, por ka nullë një rast i herë në ambient familjar. Ishim në Itali, që u muntum të gjitha veglat, instrumentat, të fillu muzikën, edhe nuk punon të dy akordi, s'punon të dy akordi absolutisht. Aja ka janë jo siklet, po me të shku djerës, se s'kishin kujt me i thana atje. Kuj me dhe se kur jenë Shkodër i thuti kuj, ma bje i tjetër prap. Kuj kishin i thana në Itali, midis Milanos, ku me gjetë. Qa këna ba? Unë bashkë me grupin tem, jena afru të asmorve, pa mikrofona, edhe këna fillu të ku pa mikrofona bashkë me ta. Ta në kohën, ka di 1 orë, gjysë 2 orë, dhe që këmë marri. Siklet i malë, shumë halë i malë, sepse asë të këtë qëtë vedin, asë pra qëtë vedin, pa mikrofona. Me që e përmendë diasporën, cili nga këto vendit të kam mikpritur më shumë, dhe çfarë ndryshimit kanë koncertet brenda vendit dhe jashtë saj? Unë në Alba kam dhënë koncerte shumë përtush në të gjitha vendet e Europës.
pa përjashtu, qoftë Danimarka, qoftë Luksemburgu, qoftë Suedia, Norvegjia, Anglia, Belgjika, Gjermania, Italia, Kroacia, Slovenia, ku dy një shkrejti të se majnë me në koncertet andan, duke fut të manej edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Philadelphia, në New York, në New Jersey, në Ohio, në Chicago, në ku po ta diun vallaj. Pastaj den skajt më të larta ata Australisë, si Melbourne, Sydney, në Perth, Canberra. Shumë, avën dhe gjitha qytetet, pa përjashtim gjithë qytetet e Kosovës. Por, suksesi më i madh është gjithmonë në diasporë. Ndryshon pak me koncertet që bëjmë na këtu, sepse këtu më duket nga që njerëzit një qojnë për një televizor, apo të shohin, është i fije reagimi është pak më ashtu. Atje është, nëse atje reagimi është më emocional. Reagimi atje është zakonisht mirë, nga pa njerëz plakan mosh, tuar kretë afër gardit të skenës, aty amën të zgjatë më të dhanë dorën, amën vetëm preku pak, sa me të prek dorën, me ta prek dorën, kështu. Apo tu qabitet. Është emocion kretë tjetër, ja shtetet emocion tjetër. Zdo mos kur shkojnë në të shtetet, që jam me nga 24 orë, 25 orë në avion. Larg. Cile nga këto shtete ju ka paguar më mirë? Tash për këta punë me të drejtën e shpirtit, duhet me pyet dritën, se unë s'para si kalojnë lek të fill, prej atje kalojnë fill në llogari. Po, se djetë në koncerte hidhen lek, edhe cili të ka ba përshtypje më shumë, ose cili ju ka mbulu komplet. Qa ke që herët, ke që herët, ka sa vetë, ke që. Po ta shi ka pas raste, për shembull si në një dasëm, që kena marrë parë, faktikisht për shembull se 3-4 milion mbrana natët. Bakshish, që më tha. Njerëzit janë kënaqë, kur kënaqën ava hedhët, s'është problem. A kupton? Te për shembull, ne kena pasë, unë kam pasur një dasëm tjetër, se kam qenë një dasëm tjetër, edhe të price në këshin arë mysafir të mirë, edhe mishë mirë, të price në këshin arë mishë mirë, atë është për ahet në i lek, për ishte kësim bravu kësha me shokë. Moa se adaj 2 lek nuk e hodhën. E thirën e thirën? Se hodhën i zanë, bol i knova. As si lek, as si lek. Cili ka qenë? Më përqenë këtë. A ta kënoj lësërofën? Pa tjetër. A mune një me ullë pak? Nërgëzime, unë ju arsha, qefi bahet me shkodram, arëm shkodret moj ta marsha, merën tane knaqe dynja. Ky ka qenë një ndër bashkëpunimet që keni bërë me televizionin Blue Sky. Kjo është bashkëpunim me ka qenë një videoklip jashtëzakonisht i përkushtuar sinqerisht nga stafi i Blue Sky-t. Jam shumë i kënaqur, o kam met jashtëzakonisht i kënaqur, sepse sinqerisht ju këtu keni një staf mirë dhe kameraman jashtëzakonisht mirë që punojnë me përkushtim tepër të madh. Dhe bilet sugjeroj jo për reklam, ma besoni sinqerisht jo për reklam. Çdo këngëtar që ka vërtet një dëshirë për me bëjnë një videoklip, mund të bëjnë me kënaqësit më të madhe të Blue Sky, sepse njët jashtëzakonisht mirë, qoftë nga ana financiare, është jashtëzakonisht mirë, qoftë edhe nga profesioni i tyne, dhe klipi del me të vërtet i bukur. Unë kam bashkëpunuar shumë me ju, ju keni në arkiven tuaj, keni në repertorin më të madh të gjithë këngëtarëve tjerë po tush gati, repertorin e këngëve të mia. Unë kam arritur që në televizionin tuaj të bëj edhe koncerte recital, se bashkë me orkestrën të jam. Prandaj jeni të mirë. Në fakt gjithmonë ke qenë i papëritueshëm sa herë që kemi thirr. Maj mend kemi pas hitet verore, e cila bëhet për çdo vit në televizionin tonë. Dhe kemi qenë berat. Ka qenë të mërshme. Dhe ke qenë i papëritueshëm për të ardhur në orën 2 të natës, ke mbritur Shkodrën dhe ke ardhur tek ne. Ka qenë koncerti maratonës në Berat, edhe ata gjithmonë mund vendosin në fund të emisionit. Ju luta, prapës me gjunë, në fund sa ka marru, në 12 qera ka marru koncerti, unë 2 pak kam qenë të robori Blue Sky, edhe kam dalë direkt e fillë kam të mukanë. Ju falenderojmë shumë për vlerësimin, gjithmonë, edhe sidomos kur thirrëm këtë herë,
I pa hezitueshëm. Pas të diskutohet sa herë të dush, sa herë. Faleminderit shumë. Asgjë. Ju keni krijuar një thesar me muzikën tuaj. Cila është kënga juaj e preferuar? Tashi, ne këngëtarët, Alba, nuk është këtë se ne i qëndrojmë për shembull këtë besnik këngëve popullore qytetare shkodrane. Ka pas raste që ne krijojmë na, që jena profesor disave që ma, sepse do të arrujmë këngën popullore qytetare, ka pas raste që na mund kemi deviju me një balat, po kjo ka qenë vetëm për ana komerciale. Shembull, baladat e mia janë nërmat bukarat, thëmun, ku njerëzit i dinë, i këndojnë, se që është mos u largo, po të lutem shumë, dikur mu lutë që mu, tash lutem unë. Ose nuk jam ma sikur atëherë, kur ishe i lumtur si gjithëherë, kisha gëzime kënaqësi etj. Ose fatizi, ose gënjeshtarja. Domethënë, unë kam pas shumë, ose mas Gjerdanit zemër, mas Gjerdanit ke një emër. Domethënë, kam pas shumë balada jashtëzakonisht bukura. Të gjitha këto unë kam të realizuar në televizionin tuaj. Edhe po në këngët e mia popullore që unë e veçoj, se me thanë, nga që është dhe kënga parë, ka qenë dhe kënga parë që e kam kënduar në jetën time, edhe unë e ruja dhe si nostalgjik, që gjithmonë e këndoj në për dasë, në për koncerte, është atuna se ta kam farë, ajo është që i besnik ris, me të likun ta shikjoj, por me të prek me dorë zguzoj, me të prek me dorë zguzoj. Ka qenë kënga e pare e mja, që kam pasi sukses jashtëzakonisht. Edhe e rrujë si këngë, vazhdimisht. Ju ndër vite keni bërë bashkëpunime të ndryshme, të zhanrave të ndryshëm, ku njëri nga këto veçohet, i cili është ai me Luanën, sepse është bashkimi... Se me Luanën, sepse Luana është si kështu, si e bukur, veçohet apo? Po. Apo si këngëtare? Veçohet sa është e bukur. Atëherë, unë kam bërë duete me këngëtar që ma ka marrë mendja, mu, se mund të realizoj diçka të bukur atyre, por gjithmonë kurrën e kurrës, me këngëtar që dojnë me bëha emrin nëpërmjet emrit tim. Asnjëherë. Më ka pëlqyer kënga, kam thënë e bëjmë duetin. Këndon bukur, e bëjmë duetin. Ndërsa ka qenë për shembull Rovena Ibrahimi, e këngëtare vlonjate, ju e keni pas këtu në Bluescat. Rovena Ibrahimi një, ka qenë Shenzeni Tishi, ty, Shkurt e Feza, 3, me Afrim Uçiçin, duet 4, me si larë do këngëtarë i tashme në fund, një Ilir Laçi, edhe atë e keni baju, aty bilet kena hek zito me kameramanin që e kena përballë, edhe me Traget në përbajram Curat, gjitha e herë, gjitha i ftoftë, me Ilirin, kam bërë duete me Mateusin, që është Raktaku, dhe ajo që ka qenë mi gjitha qërshia mitor, ka qenë Artiola Toska. Po si Luana, që t'jena okej, Luana ka realizu atë këngë që ka bë me mu, e ka si realizimin më të bukur tjetër saj. Edhe e ka kënu shumë bukur atë moment, pa më bashkë si Luana, që këngëtare, nuk po shumë, por atë moment e ka kënu jashtë zakonisht bukur. Po Luana shetë këngën bukur, ashtë edhe e bukur mu pa edhe zgjodhin ndërkëngë tuja më edhe zgjodhin këngën teme më suksesshme, diti me bashkëpunu, diti me sjell, edhe jenë nga fillimi. Ta drejtën, me një orkestracion shumë bukur të një djalit të ri kosovar, me një këndumën komplet e 3 nga ana ime, nga ana saj, me një videoklip krejt paprit mas jo i mendum për videoklip, edhe kështu që evoluona hin të këngëtarët e mi të duetet. Rrugtim të gjatë nga radioja deri tek rrjetet sociale. Çfarë nuk do doni t'ju që të ndryshonte kurrë? Tashti ka ndryshu konat, me ndryshimin e kohëve ndryshojnë edhe njerëzit. Të rrjetet sociale, për shembull, nuk do të isha krejt në dakord aty qa nuk jepet, qa nuk ngjohet, qa nuk bëhet. Te ka të nëse radio televizionet ka një censur.
Të televizion e ka censur, edhe në gjënë gjanat bukra, shef gjanat bukra, në gjënë gjanat bukra, në përgjithësi të televizionit. Se këto rrjetet sociale, pastaj s'ke që i ban kërkujse. Ka momente në jetë ku as skenat më të mëdhaja dhe as duar trokitjet më të forta nuk ju ndihmojnë dot. Ju keni pasur një moment shumë të vështirë në jetën tuaj. Gjatë periudhës të Covidit, ju e keni kaluar me shumë vështirësi. Ju lutem, mund të na flisni pak për këtë temë. Cila ka qenë mbështetja jote më e madhe? Ku e gjeta me këtë pyetje? Se sa që përmendet ky Covidi me të drejtën në shpirtit, se ka thënë e fillon të shkon në gjakun fund kambe. Një ndër ata që e ka kalu apo rrin apo shkon, kam qenë unë. Por, më lutem madhit Zot edhe mjekëve italian, të cilën pështun jetën, po më sa din, unë në gjenje komë kam qenë, po më vitën vesh, diçka më duke se më flitte i madhit Zot, edhe më thote, rrëdhë i fije, thote, se i geo do koncerte, do dasma, kry, thote, o ata më dhe kismet, kismet ta përqej fjallë ma vonë. Ta përqej fjallë ma vonë. Edhe unë kam kalu një periudhë jashtë zakonisht të keq. Përveç me dhe familjes të eme, ka pas edhe shoke, miq, dashamirë, se mysafirët mirë, të gjithë këta që e kanë përjetu, që më kanë marrë në telefon, po unë nuk kam qenë gjenje më përgjigje, djali o përgjigje gjithve. Por në mënyrë të veçantë, kretë, ma kështu, jashtë të gjithë këtyre njerëzve, unë do të falenderoja dhe do të them që lume e familje që ka ideal në ashtu si që kam unë. Lume e familje me pas ideal si që kam unë. Nuk e di, nuk e mund të imaginoj, mund të ketë shumë matë mirë se sa djali jeme, por me bakat shumë as prindit, faleminderit shumë për ti. Sinqerisht faleminderit. A i më kanë dhe i tankojnë, a i më kanë dhe i të kryt, a i shkaret i u veshte me ata teshat si u veshte me ata teshat e vitat e rritet e kryt, tankojnë, dhe në momentin që jam përmend, jam përmend, po jam përmend i fije shumë vonë. Mas gati 21 ditë. Edhe dërë Zoti erdha në jetë. Por, më thot gruaja një ditë, tuk nuk ishim tuk direkt, ndiko, thot gruaja një ditë, kur maroj, pashës Zotën tha, si ka mundësi tha, si s'ka prek tha hiq në vokal, nuk ka prek zanën hiq. Për kundra si tha, edhe maj fuqishëm, shumë maj fuqishëm. Me gjithmen, më thash, unë të Zotit, gruaja tham të si të punë, që këna me bëjë, jo më marrë tha se kur kanë dalë prej Covidit, ta kanë të marum, më jo thashtë marum. Jam mirë, Zotë shqyri mirë. Pra mund të quajmë se një mundësi të dytë? Aja ka qenë një mundësi e dytë edhe ka kënë gjajë ma e vështira në jetën deme, pa tash në fillim tash, mund tash kam qenë në ata njerë që apo rria për shej. Pas kësaj periudhe, a i keni rrit çmime të koncerteve? Qake ka për lek ja unë. Ka njëk në shkollë kështu tregti biznes, a që njësë këte? Jo, kam shumë dëshirë, po... Ja, foto i kësaj bundi. Unë jam stomatologe, si profesion. Pa duke si ke ma të dhamë tuja. Duke si ke ma të dhamë. Me alba je shumë i mirë, dhe për Zotën bravo qo që ke hapë këtë program. Sepse mas me do vi njerës të tjerë, do vi njerës të kulturum, njerës që do flasin mirë, për vetë vetën, për familjen, për Shkodrën, për kulturën, për këngët, për gjithë shka. Kjo është emision që unë të këshilloj që mos të lesh. Pa mbasisht profesionit ta. A profesionit edhe ke marru shkolla për atë punë. Po, kjo është i gjarë bukur, është i gjarë që këtë bashkë për shamull me artista, me sportista, me foto. Edhe unë të jap fjallën që për çdo këngëtar që ty të shkoj meja që do të kesh këtu, më thuj, direkt do të sjell. Falenderoj shumë dhe këtë fjalë po më prekon me të vërtet. Sinqerisht po. Sepse unë kisha pak dyshime edhe te Por që mëna 24 orëve që të kena njoftu. Falenderoj shumë. Pak disa projekte që keni për të ardhmen tuaj. Si projekti që kam unë për të ardhmen, faktikisht unë po përgatitem për një koncert tepër madhështor, një koncert që nuk ka shtëpa, as nuk ka ba në herë në qytetin e Shkodrës. Edhe ky do të jetë koncerti jem recital në Shkodër,
të cilën Shkodra që kam dhënë fjalën, do të jetë krejt falas për të gjithë qytetarët shkodran me familje, me fëmijë, me burra, pleq, gra, treja, të gjitha ditë, apo ju kërkoj si era parë, si bujar, ju kërkoj këtë ndërë që të vini atë ditë në stadium, se kam 2 orë program, do të jetë me të vërtet bukur me datën kismet, me datën 21 qershor. Do të jetë bukur sepse do të kemë këngëtarët e mi, miqtë e mi të ftuam atë natë aty, ku do jetë Artiona Toska, do të jetë Shkelzeti Tishi, do të jetë Mateos Froku. E kështu që them se do kalojmë një natë bukur shkodrane. Mos mungoni atë natë me 21 qershor në stadium Loro Buriqi. A mendoni se janë mjaftueshëm vendet? Them se po. Unë janë 2 tribuna, faktikisht njëra tribuna është me 7.000, tjetra është me 5.000. Me po të them drejtën tash ne kemi rënë hallë në të cilën tribun ta bëjnë për arsye fonijet. Cila foni mund ta përballojnë më mirë, në atë karat do ta bëj, sepse ai që vjen do me një gjuhë, pa diskutim. Po, ç'ne që është kjo zgjedhje? Pse vendose ta bësh hyrjen falas? E zgjodha me bëj hyrjen falas një dhuratë për miqtë e mi shkodran. Më ka një tan kohën pallat kongreseve në Tiranë, kësaj radhë thash, mos i jap rrugat, mos i harxojnë ato lek, se ne jena me fjesë si qytet i lodhun. Thash më mirë se kur gjë, falas. Një bashkëpunim që keni? Jeni rrugës apo ndonjë këngë të re? Po, tashi po përgatitet për 2 këngë të reja, janë më të vërtet bukur, edhe po ju a them nuk është sekret, është një këngë që them do të futet jo krejt thellë, po shumë thellë në repertorin e këngëve të mia, edhe do të mësohet urgjentisht, do të mësohet nga sidomos shkodranët. Sepse ka të bëjë me Shkodrën, ka të bëjë me shprehjen shkodrane, ka të bëjë me atë mentalitetin shkodran, është një shprehje që njihet në të gjithë Shqipërinë. Kënga thot, kot s'kan thanë, me kënë shkodran të tana i banë. Kush do e filmoj? Kush do e filmoj, e kam do amendë, kush paguajnë më shumë. Kush të pagua jo? Shi, koncerti falas? Koncerti falas, ata falas, po përke po bëna unë? Ju e keni përfaqësuar denjësisht këngën shkodrane. Çfarë ju lidh me këngët e jugut? Po da shqilë mune me bëj këngë nga jugu, sepse unë grunë pra e kam. Kështu që, po dhe kam bëj këngë nga jugu, i keni të regjistru më dhe ju vetë këtu. Kam bëj shumë këngë nga jugu, edhe të them të drejten, më pëlqen shumë motivi jugut, sepse është një motiv i kërcyshëm, kërcet bukur, të gjithë e dojnë, pa për e shtim. Ne e shohim të unë në koncertit ku bëjmë ja shtetit. Kur fusim i pogunishte, ndryshon atmosfera. Në çdo recital temin, nuk kanë mungu këngë të jugut. Asë edhe një herë. Kam fut do marrë qiftën dhe për gjak, kam marrë të rapin në shkollore, kam fut me saran, me delvin, kam thënë do të marrë nusën korçare, do më thënë fustani me pika, në fustani që ta soda mbrëm, do më thënë gjitha këto. Kohët e fundit, ju jeni duke jetuar në Itali, dhe a e ndjeni mungesën e Shkodrës? Tashi, të them të drejten, po, është të vërtet që në Itali jetojmë edhe kena një shtëpi atje, me thënë drejten, në një qytet jashtëzakonisht bukur të Italisë, që quhet Lecco, edhe biles, nuk po më rri pa e përmend, baba i uj, gëzimi, ka ardhe, ka vizitu në Lecco, kemi pi kafe të liqeni, edhe thaktu ka si me kanë Shkodër. Kështu që nuk me mungon shumë Shkodra, por prapë kur me mungon, ose kur kam aktivitete, kështu një orë e gjysmë unë jam Shkodër. Por me pëlqen atje, sepse me pëlqen është qëtësia, shumë e madhe është, por mungon shoqënia, ka është më kryesore, nërsa këtu ndryshojnë punë, të ndryshojnë, që është qënë mjesë, që është dhe që është ndarë në shpi, vete me shokë me miq, knaqësh. Çfarë ndryshimi ka për shembull koncertet që bëhen në Europë dhe koncertet që bëhen në Amerikë? Po, koncertet që bëhen në Europë, ne shkojmë shpesh në Europë, për shembull në koncertet e mia, për shembull kanë qenë në gjithë Italinë, pa përjashtu asnjë lloj qytetit. Nëse kur shkojmë në Angli ose shkojmë në Amerikë, ndryshojnë, është një emocion krejt tjetër. Të presin me një mallëngjim krejt tjetër, me një buzëqeshje tjetër, me një nostalgji krejt tjetër. Domethënë ndryshon gjithçka. Nuk ka si në Europë, si në Shqipëri.
Nëse ke shku për shembull në qytetin Itali, ke shku edhe para 1 vitit, para 2 vitit. Apo dhe prapë thonë, po shkojmë se na ka ardhur bujari. Ndërsa atje thonë, duhet me shku, mor se ka ardhur bujari. Apo do të ndryshimi? Po dasmat me koncertet, cilat të pëlqejnë më shumë? Unë kam qenë gjithë jetën time, që kam filluar karrierën time artistike, unë gjithmonë kam qenë i prirë për koncerte. Koncertet nuk kam lëçuar asnjëherë, edhe vazhdoj të kem një të prirje vetëm për koncerte, jo për udhëzimet familjare. Jam shumë bukura, unë kur shkoj kënaqem, njerëzit kënaqen, po për mua koncerti është ti je artist. Xhamal. Këngët tuaja janë ata që kënohen më fort në përdasma. Po, i pëlqej faktikisht. Atëherë, ne kemi sallën e eventeve, të dasmave, dhe nga që ke pas shumë ambiente të ndryshme, çfarë mendimi keni për dasmat tona? Ambienti juaj është në ambientet jo për ta thënë se është në televizionin tuaj, po këtë e thonë të gjithë ata që e kanë provuar të bajnë koncerte, qofshin edhe evente, tek salla juaj që keni lart, është me vërtet një sallë e bukur, ju keni pa për herë të parë që se ka pas asnjë restorant në Shkodër, asnjë lokal në Shkodër, ulja e çiftit me ashensorin shumë bukur. Dhe se kanë akoma. Vazhdoj mos me pas. Aja ulja e çiftit është interesante, unë se kam ditë ku kam marrë për herë të parë tash Obama, dhe mos ranë gjallë kështu. Ulja ashensori bukur tal, ul çifti. Ka njerëz që janë bukur, më vjen mirë bilesin në reklamat e dasmave që keni ju, është një pjesë edhe e këngës teme aty. Është shumë e bukur. Edhe kështu që jo për t'ju bërë qefi, po jeni me të vërtet një sallë me 500 vende, sepse është ndërtu me bukur salla juaj. Domethënë ka i pistë krejt poshtë, janë 2-3 kam shkallë, edhe komplet rreth janë gjithë mysafirë, me dy skena, me 1, me 2. Domethënë gjithë secili shef, një si teatr, që fillon e vjen rradha kështu. Shefi i parë, po shefoj ky tjetri mbrapa. A kupton? Shumë bukur, e ndërtu me bukur. Zoti Bujar, nderi i kombit, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Është një kënaqësi shumë e veçantë për mua të kem sot këtu. Alba, ta kam thënë fillim, e thash në mes, po e tham edhe në fund. Zoti ta prift marr në atë pozicion që gazeta si specialitet, po edhe këtë punë mos e lë, sepse këtu ti i ke këtu të gjitha mundësitë që të krijohen, dhe ftohet gjithmonë ata që e meritojnë për me qenë para mikrofonit bashkë me ty. Faleminderit. Mjeshtri i madh, Bujar Qamili, nuk është thjesht një këngëtar, është një zë e një tradite të një qyteti të tërë. Jehuna e një kulture dhe fryma e një epoke që nuk do përsëritet më. Me zërin e tij të ngrohtë, plot shpirt, ai ngjalli kujtime, preku zemra dhe mbajti gjallë trashëgimin muzikore qytetare shqiptare. Mjeshtri i madh, zoti Bujar Qamili, i dha zë shpirtit të Shkodrës. Bluecast, asnjëherë si herën tjetër. Bluecast.